Përshëndetje në video në radhës të ProLingua Center. Në këtë video, ne do mësojmë së bashku se si të shkruajmë një letër në gjuhën gjermane. Pra, einen Brief schreiben. Dua t'ju them diçka. Shumë nga kursantët e mi mendojnë se është letra pjesa më e vështirë e provimit. Unë dua të ndaj me ju këtë mendim që kam unë se letra nuk është pjesa më e vështirë e provimit Goethe apo OSD. Sepse bashk në këtë video gjithashtu do mësojmë disa nga kleçkat se si të marrim pikët maksimale gjatë shkruajtjes të një letre. Nëse do jepni provimin A1 pranë Goethe Institut, si në Tiranë, në Shkodër, në Elbasan, në Vlorë, atëherë t'ju informoj në vija të përgjithshme se si funksionon pjesa e letrës. Letrat tek provimet Goethe kanë 20 pikë. 5 pikë kanë vetëm përshëndetja në fillim dhe mbyllja e letrës. Pra, pasi ta lexojmë letrën, ne identifikojmë se kujt duhet të drejtohemi me këtë letër, që është një përshëndetje që do e mësojmë më pas, dhe gjithashtu si do ta mbyllim këtë letër. Gjithashtu për të marrë pikë 2.5 pikë, pra 2.5 pikë tek përshëndetja në fillim dhe 2.5 pikë tek mbyllja e letrës. Zhvillimi i letrës ka 15 pikë. Që do thotë përmbajtja, e cila bashkë me përshëndetjen në fillim dhe në fund duhet të kenë 30, minimumi 30 fjalë. Cilat janë elementet e një letre? Si i ndajmë kategoritë e letrave në gjuhën gjermane? Letrat i ndajmë në disa kategori. Dhe janë këto. Letra që i drejtohemi personave të panjohur, që mund t'i drejtohemi kompanive, agjensive, mund t'i drejtohemi personat që nuk kemi patur ndonjëherë kontakt me ta, ose persona të cilët vetëm kemi parë një njoftim në gazetë dhe duam t'i shkruajmë diçka tillë. Modeli tjetër ose kategoria tjetër e letrave është kur i drejtojmë mësuesit ose mësueses që kemi patur një herë dhe duam të regjistrojmë përsëri në kursin, për shembull kursin e gatimit, kursin e rrobaqepsisë, kurse të ndryshme që mund t'japin tek letra. Dhe modeli i fundit është drejtuar një shoku ose një shoqeje. Pra, ne në këtë video do mësojmë fillimisht si t'i drejtohemi këtyre personave në mënyrë që të marrim atë 5 pikshin që nganjëherë na shton nga pikët totale, pasi për të kaluar provimin A1 duhen nga 100 pikë të mundshme duhet të marrim 60 pikë. Thamë, kur i drejtohemi personave të panjohur, pra kur kemi letra zyrtare, i drejtohemi zyrave, i drejtohemi agjensive, i drejtohemi hoteleve, atëherë ne në fillim të letrës i drejtohemi me sehr geehrte Damen und Herren. Pra, sehr geehrte Damen und Herren. Fillimi i letrës. Pas shtjellimit, të cilin do e bëjmë me shembuj në vijim, mbyllim letrën me mit freundlichen Grüßen dhe ju shkruani këtu emrin dhe mbiemrin tuaj. Mit freundlichen Grüßen do thot me përshëndetje miqësore. Ju rekomandoj që këto ju t'i shkruani një fletë dhe jo një herë, por disa herë derisa t'ju fiksohen. Kur i drejtohemi mësuesit ose mësueses, Liebe Frau Fischer, e dashur zonja Fischer, ose Liebe me erë Herr Müller, i dashur zoti Müller. Përshëndetja në fund është viele Grüße, dhe me që pak a shumë i njihni dhe ju njeh mësuesi dhe shkruani emrin tuaj. Kur i drejtohemi shokut ose shoqes, Liebe Manu, e dashur Manu, fillimi i letrës, fundi i letrës, viele Grüße dhe emrin tuaj. Nëse është një shok, atëherë në këtë rast e shkruajmë Liebe Max, me erë Liebe Max, dhe në fund viele Grüße. Nëse ju i shkruani disa herë dhe i fiksoni këto, e keni të garantuar që merrni 5 pikë nga letra, pa diskutuar pjesën e zhvillimit të letrës. Dhe tani, kalojmë tek zhvillimi i një letre.
Shembulli i parë është shembulli kur i drejtohemi personave të panjohur. Lexojmë letrën. Sie möchten im Juli in München Urlaub machen. Ju dëshironi në korrekt në München të bërni pushime. Schreiben Sie an Reisebüro. Shkruani zyrës së ose agjencisë. Wann, kur? Wie viele Personen und Zimmer möchten Sie? Sa persona dhe sa dhoma doni ju? Wie lange bleiben Sie? Sa qëndroni ju? Dhe fragen Sie für den Preis. Pyesni për çmimin. Nga kjo ne kuptojmë që personave që ne po i drejtojmë nuk i njohim sepse është agjenci udhëtimesh. Dhe fillojmë me letrën. Sehr geehrte Damen und Herren, të nderuar zonja dhe zotëri. Mein Name ist, emri im është, dhe shkruani emrin dhe emrin tuaj. Und ich komme aus Albanien, dhe unë vi nga Shqipëria. Tek fillimi i letrës kemi Sie möchten im Juli in München Urlaub machen. Pra ju dëshironi në korrekt të bëni pushime në München. Atëherë këtë fjali ju e ktheni në vetën e parë dhe do shkruani, pra ndroni nga Sie möchten, e ndroni dhe bëni ich möchte dhe fjalia vijon siç është. Pra ich möchte im Juli in München Urlaub machen. Pra unë dëshiroj në korrekt të bëj pushime në München. Dhe u kry pyetja e parë, wann, kur. Wir sind 4 Personen, ne jemi 4 persona. Und wir brauchen 2 Zimmer, dhe ne na nevojiten 2 dhoma. U bë dhe pyetja e dytë. Pyetja e tretë është wie lange bleiben Sie? Sa do qëndroni ju? Dhe thua, wir wollen eine Woche dort bleiben. Ne dëshirojmë të qëndrojmë atje një javë. Sa kushton? Sa është çmimi i hotelit? Was kosten die Hotels in dieser Stadt? Sa kushtojnë hotelet në këtë qytet? Vielen Dank im Voraus. Shumë faleminderit paraprakisht. Mit freundlichen Grüßen, dhe vendosni emrin dhe mbiemrin tuaj. Sigurisht që letra duhet ketë më shumë se 30 fjalë, por letrave që shumë frikson se çfarë do të shkruaj, do lidheni direkt me atë çfarë ju kërkon kërkesa dhe nuk do shkruani në një gjë më tepër ose të imagjinoni ose të shkruani gjëra shumë të mëdha. Ju jeni duke shkruar për nivelin A1 dhe foljen möchten, wollen, können duhet i mësoni që në mënyrë që dini edhe t'i zgjedhoni kur i hedhni në fjali. Pra janë fjali të thjeshta që keni mësuar përgjatë mësimeve të A1-shit. Kalojmë tek letra kur ne i drejtohemi një shoku. Lexojmë letrën. Ihr Freund Michael versteht viel von Computer. Shoku juaj Michael kupton shumë nga kompjutrat. Schreiben Sie eine E-Mail an Michael. Shkruani një email Michaelit. Sie sollen einen neuen Computer kaufen. Ju duhet të bleni një kompjuter të ri. Bitten Sie Michael. Luteni Michaelit. Soll mit Ihnen einkaufen. Ai do të vi me ju të bëj pazarin. Fragen Sie, pyesni ju. Wann hat Michael Zeit? Kur ka Michaeli kohë? Fillim të letrës, thojmë, ose shkruajme, Lieber Michael, i dashur Michael. Shokun e pyesim, si jeti? Atë që kemi mësuar në fillim të mësimeve A1. Wie geht es dir? Si jeti? Marrim fjalinë e parë ku thot, shoku juaj Michael kupton shumë nga kompjutrat. Dhe kthejmë, du verstehst, ti kupton, du verstehst viel von Computer. Ti kupton shumë nga kompjutrat. Fjalia e dytë, Sie sollen einen neuen Computer kaufen, e kthen në vetën e parë nga Sie sollen e kthen në ich soll, dhe vazhdimi i fjalisë është njësoj siç është dhënë letra. Ich soll einen neuen Computer, shtojmë diese Woche kaufen, duhet ta blej këtë javë. Prandaj edhe ju e keni shumë urgjent, pra duhet ta blej këtë javë. Nga bitten Sie Michael, bitte, ju lutem. Atëherë, në këtë rast shumë gabojnë dhe thonë können Sie, me qenë se ne kemi shok, ne do drejtojmë atij me ti. Kannst du mit mir einkaufen? A mundesh ti të vish me mua të bësh pazarin? Wann hast du Zeit? Kur ke kohë? Dhe mbyllim letrën me viele Grüße dhe emrin tuaj. Dhe ja ku morë 20 pikë. Letra tjetër është kur i drejtohemi mësuesit ose mësueses.
Lexojmë letrën, shembullin që kemi marrë për ju. Sie waren im letzten Sommer in Frankfurt in einem Sprachkurs. Ju keni qenë verën e kaluar në Frankfurt në një kurs gjuhet. Sie schreiben an Ihrem Lehrer Herr Müller. Ju i shkruani mësuesit tuaj, zotit Müller. Stellen Sie sich vor. Präsentohuni. Do ta pyesni, gibt es dieses Jahr wieder einen Kurs? A ka këtë vit përsëri një kurs? Wann? Kur? Sie möchten sich an den Kurs anmelden. Ju dëshironi në kurs të regjistroheni. Fillojmë me Lieber Herr Müller, i dashur zoti Müller. Me qenë se ne e njohim, i drejtohemi me si jeni ju, për ta pyetur. Wie geht es Ihnen? Si jeni ju? Në këtë mënyrë shtojmë pak edhe fjalët për të arritur 30 fjalë e letrës. Ich bin, emrin dhe mbiemrin tuaj. Pra, si jeni ju? Unë jam filani. Pra, në fillim të letrës ju kishit Sie waren im letzten Sommer in Frankfurt in einem Sprachkurs. Ju keni qenë verën e kaluar. Atër, ju nga ju keni qenë, ju vendosni unë kam qenë. Pra nga Sie waren, ich war im letzten Sommer in Ihrem Kurs, në kursin tuaj. Darf ich Ihnen fragen, am lejohet ju pyes, gibt es dieses Jahr wieder einen Kurs? Që do të thot? Pyetjen e kam lënë njësoj. Kur pyetjet fillojnë me gibt es, ashtu do i shkruani edhe tek letra. Pra ka edhe këtë vit një kurs. Kemi pyetjen wann kur dhe bëjmë pyetjen pak më të gjatë. Wann beginnt der Kurs? Kur fillon kursi? Ich möchte mich anmelden. Nga Sie möchten Sie an den Kurs anmelden? Unë, nga ju dëshironi, vendosni në veten e parë. Ich möchte mich anmelden. File kryse, emrin dhe me emrin tuaj. Tek letra janë shumë e rëndësishme që para se të filloni të mësoni letrat, përveç pjesës që ju thash të shkruani i dashur mësues, i dashur mësuese, të mësoni dhe të shkruani disa herë në fletore që t'ju fiksohen, ju duhet me patjetër të përsërisni foljet modale, si foljen können, wollen, möchten, kemi tjetër, foljen müssen. Pra janë 7 folje modale të cilat mund t'ju jap në një video tjetër, të cilat janë të rëndësishme për formimin e letrës. Atëherë ju uroj shumë suksese dhe uroj ta merrni të gjithë provimin A1.